Këngëtari Luiz Elli ka shpëtuar dënimit me 1 vit burg të dhënë nga gjykata e Fierit, pasi apeli i përgjithshëm vendosi ta shpallë të pafajshëm. Pafajësi përfitoi dhe i akuzuar si bashkëpunëtor Fatmir Abdurrahmani, për të cilën shkalla e parë kishte caktuar dënimin me 18 muaj burg. Sipas dosjes hetimore, Luiz Elli në bashkëpunim me të hetuarin për pasuri Fatmir Abdurrahmani kanë falsifikuar një deklaratë notariale dhe më pas është përdorur në prokurori për të justifikuar burimin e krijimit të pasurive të tij të sekuestruara në kuadër të hetimeve. Deklaratat notariale e hartuar nga i pandeuri Luiz Elli ishte falsifikuar në përmbajtjen e saj, por mbante nënshkrimin e këtij të fundit. Konkretisht, këngëtari Luiz Elli megjithse i është hequr licenca nga Ministria e Drejtësisë, duke qenë ende në posedim të vulave të noterit, në bashkëpunim me të pandeurin, kanë krijuar deklaratën notariale me të dhëna të pavërteta. Në më pas, i pandeuri Fatmir Abdurrahmani, në datën 25 shkurt 2022, e ka dorëzuar këtë deklaratë notariale në ish prokurorinë Lushnja. Hetimi dhe gjykimi ndaj tyre është kryer në gjendje të lirë, por nëse gjykata do ta linte në fuqi vendimin e shkallës së parë, atëherë si Luiz Elli ashtu dhe Fatmir Abdurrahmani do të shkonin në burg.